Faqja na ishte dikur, sjell tregimin mjaft të bukur dhe prekës, Halili pas vdekjes, nga Mitrush Kuteli. Ky rrëfim epik, i mbledhur dhe i përpunuar nga Mitrush Kuteli të tregime të moçme shqiptare, buron nga cikli legjendar i kreshnikëve dhe sjell një nga motivet më të fuqishme të folklorit ton, nderin që vazhdon edhe pas vdekjes. Faqja na ishte dikur, ju uron shikim dhe dëgjim të këndshëm. Halili pas vdekjes. U vra Sokol Halili, trini që kish tundur gjithë kralinën gjertej në tunë. U vra kreshniku që kish bërë të dridheshin gjithë ato kotoret e reja e Zahara, dhe atje ku ra dogjile. E varrosën lart në bjeshk. Gjeto Vashomuj mbeti pa krah. Malet e larta mbetën në Jeremi. S'dëgjohen më britma luftëtarësh. Vetëm qyqja e kuqe kukat në një rrem të thatë dhe kënga e saj kumbon kopshën valtheve e lugjeve. Kuku, kuku. Papritur, thellë nga dheu, del një zë që i thot qyqes. Qyqe moj qyqe, dëgjom, dua të t'le një amanet. Qyqe e kuqe ja kthen. Amanetin e mban edhe toka, po unë çuditen fort se në këtë maj bjeshke të shkret, zë njeriu dëgjoje, njeri nuk shoh. Unë jam mësuar të ri gjithnjë e vetme në përshkret të tira, po të them të drejtën se zë të këtil s'kam ndjer kur. Ku je ti që po më flet kështu? Ja se që i thot ahere zëri asaj qyqe së kuqe. Unë jam i vdekur, moj qyqe, prandaj nuk më sheh dot. Jam në ndhe. Kush je ti? Jam Halili, i vllai i Gjeto Bashomujit. Dëgjoma moj qyqe amanetin që do t'jap. Nisu e shko drejt e muje i thuaj kështu. O muj i kulladushës, yt vëlla Halili të dërgon shumë falshëndec nga maja e bjeshkës, tek e kavarri. Unë i thuaj nuk i druhem shiut e breshrit, nuk i druhem erës e borës, nuk u druhem bubullimave e rufeve, se ato kam punën e tyre. Po Zoti më ka lënë mbi krye një havale të madhe, më ka lënë Kreshto kapedanin e kralis. Të diel për të diel Kreshtua del për gjah në këto bjeshk, nuk del vetëm, po me 300 veta pas. E mbledh qetën kundru allvarrit tim, më shan me fjalë të fëlliqta e më bërtet me të madhe. Ngrehu Halil, e dil nga varri të luftojmë një për një. Se ti dikur na i ke pre rrugut, na ke luftuar e u ke kallur të merrin shokëve të mi. Gjithë kralia, gjertej në tunë dridhej kur ta dëgjon të emrin. Shumë trima mi ke prer me shpat, shumë kulla mi ke djegur e shumë basha mi ke rëmbyer. Tani kam ardhur të të gjykoj, se unë nuk të ndahem as pas vdekjes. Kështu më thot o muj, nja i Kreshto kapedani i kralis. Më rre varin me shqelme me topuz, nuk mi le eshtrat qetë. Pastaj u bën zë atyre të 300-ve që mban pas dhe të gjithë më shqelmojnë varin. Unë i kam thënë muj, se i vdekuri është i vdekur e s'del dot nga vari të luftoj në shesh të burrave. Dua të ngrihem o muj, po s'mund, se unë jam 3 pash nën tokë e kam një ras për sipër. Në ke qef për luft o Krishtoj, kam thënë. Shko e qoj fjalë tim vllai Gjeto Bashomujit, e ke për të parë se ai do të dal ball për ball. Pra muj, në qoftë se të kam e m'ke vlla, bëj që të bësh, e hiq ma qafe këtë havalet keqe, që të më prehen heshtrat qetë në varë. A më dëgjon o maj qyqe? Të dëgjoj, ja kthen qyqja nga rremi i thatë. Kështu ti thuash qyqe, Gjeto Bashomujit. Ne kemi atje në Judbin një mand thatë në borë, për para kullës. Ti shko atje, qëndron majt majës, ku ka 2 a 3 herë, e ndofta do të dëgjojnë do kush. Base mund të thotë edhe ndonjë fjalë të rëndë, po ti, qyqe e malit, mos ja merr për keq. Ku ka të gjersa të dëgjojmë vlla muj. A do ta mbash porosin? Do ta mbaj Sokol Halil, thot qyqja. Ja, tani do të nisem drejt në Judbin. Bet shëndosh Halil. Vaf shëndosh qyqe. Qyqja e kuqe hap krahët, ngrihet nga dega e thatë e ahut, flutron drejt në Judbin, qëndron majmanit thatë në bord të mujit, e ku ka 2 a 3 herë. E dëgjon nusja e mujit, del në dritare e i vikat qyqes me të egër. Shporu moj qyqe, qofshe zez, se edhe vjet këso kohë na ke kukatur majmanit e i ke ndjell kobën Halilit ton. Ik tutje, se po të dal mujt do t'i përndaj puplat teje tutje gjerë në krali. Qyqja ja kthen e pikëlluar nga dega e manit. Moj nuse e mirë,
Unë s'kam qenë kur në këto vende. S'kam kënduar e si kam djell kobën na ilit, por dëgjom të them 2 fjalë. Unë vi nga maja e Bjeshkës, bashk nga varri i Halilit. Atje ku kata 2 a 3 herë. Më dëgjoi Halili brenda në varr e më dërgoi t'i them ja 2 fjalë gjeto bashomujit. Këto fjalë i kam amanet, e pa ju a thënë si kis kthemi, as si kur thë më vrasësh. Muj dëgjon, del fluturimi jashtë në obor, e i thot qyqes me të butë. Fol, qyqe, qofshe bardh. Në daq hyr brenda në shtëpi të t'jap të hashe të pish që të duash vetë. Rri këtu sa të duash, që të heqesh mërzin. Qyqe i përgjigjet nga dega e manit të thatë. O, mujo, unë s'kam ardhur të hahet pi, s'kam ardhur të heq mërzin, po kam ardhur të cjell një amanet që më ka lënë vëlla, Halili. Isha në Bjeshkët e larta, qëndrova në një rem të thatë ahu, e ku kata aty 2-3 herë. Doli një zë nga dheu e më tha, qyqe muj qyqe, dëgjom, dua të lëj një amanet, dua t'i shpijesh një 2 fjalë gjeto bashomujit në YouTube-in. Se Halili o muj, nuk i druhet shiut e breshrit, nuk i druhet erës e borës, e as bubullimave dhe rufeve, po Zoti i ka lënë mbi krye një havale të madhe, i ka lënë Kreshto kapedanin e kralis. Të diel për të diel Kreshtua del për gjah në Bjeshk, nuk del vet, po me 300 veta pas, e mbledh qetën kundruall varrit të Halilit, e shan me fjalë të fëlliqta e i bërtet me të madhe. Greu Halile dil nga varri të luftojmë një për një, se ti dikur na i ke pre rrugët, na ke luftuar, e u ke kallur të merrin shokëve të mi. Gjithë kralia, gjertej në tunë dridhej kur ta dëgjonte emrin. Shumë trima mi ke prerë me shpatë, shumë kulla mi ke djegur, e shumë vasha mi ke rëmbyer. Tani kam ardhur të gjykoj, se unë nuk të ndahem as pas vdekjes. Kështu i thoto muinja i Kreshto kapitani i kralis, ja re varrin me shqelme e me topuz, nuk ja le eshtrat qetë. Pastaj u bën zë atyre të 300-ve që mban pas, e të gjithë i shqelmojnë varrin. Halili i ka thënë sa i është i vdekur, e s'del dot nga varri të luftoj në shesh të burrave, se është 3 pash nën tokë, e ka një ras për sipër. Në ke qef për luft, i ka thënë, çoj fjalë mujit, e ke për të parë sa i do të dalë ball për ball. Pra muj, ne e ke vëlla Halilin, e ne do siç të ka dashur, hiqja këtë havale të keqe që ti prehen eshtrat qetë në varr. Kështu i thot qyqja e kuqe. Muji e dëgjon e ja kthen. Hajt, udhën e mbar, muj qyqe. I shpjer falëmëshëndet Halilit tim e i thuaj se qysh të dielën e parë unë do t'ja heq këtë havale. Qyqja hap krahët e kthehet në Bjeshkët e shkreta, i shpije fjalin Halilit se ja përmbushi porosin. Ditën e premte, muji del në beden të kullës e lëshon kushtrimin të mblidhen trimat. Lajmin e merr vesh tër Judbina e tër Krahina. Trimat shtrëngojnë armët e mblidhen shpejt në shtëpit mujit. E pyesin: "Ç'lajm t'ka ardhur e nga t'ka ardhur ky lajm, o zoti ynë? Në na ke thirrur për luftë, ne jemi gati të hidhemi që tani ku t'na priheshti." Muji u thot: "Të shtunë mbrëma bëuni gati se do të dalim Bjeshkëve të çetojmë." Të gjithë trimat i mban për darkë. Therr mish, hap butet e i gosti mirë. Kalon nata, vjen e shtuna. Në të ngrysur nrijen e shkojnë Bjeshkëve. Në të gdhir dita e diel sosin te varri i Halilit, atje tek i prin muji. Aty muji qëndron e u thot: "Shok, ju zini prit në të 2 anët e rrugës, se këtej do të vi Kreshto kapetani me 300 veta që të mësyj varrin e Sokol Halilit. Unë do të zej vend pranë varrit e do të pres aty. Ju të mjepni besën se nuk do të bëni zë e nuk do të qëlloni askënd para se të dëgjoni britmën time." Trimat i japin besën e zejnë vend në të 2 anët e rrugës. Rrin e presin. Ndihet vetëm era që fryn në heve e kronjë që gurgullojnë. Kur nisi të zbardh drita, u dëgjuan nga larg brirë gjahtarësh sa e hoi Bjeshka gjithë. Pastaj plasi burbuje madhe. Javo u duk Kreshto kapetani me të 300-ët. Kreshtua ju afrua varrit të Halilit, i shkeli rasën dhe shqelmoi 3 herë, pastaj briti me të madhe. Ngreu Halil e dil nga varri të luftojmë një me një. Më shumë sariu të flas, e as t'i bjerë më rasës me shqel me topuz, si që kish zakon.
bubulloi zëri fort I Gjeto Bashomujit sa u tund gjithë Bjeshka. Sot unë do të të ngjinj me luftë, o Kreshto Kapedani. Kreshto Kapedani shtang në vend e thot me vete: O Zot, ç'është vallë ky zë që bën të tundet Bjeshka? A mos po ngrihet I vdekuri nga varri? Edhe të 300 vetat e Kreshto Kapedanit shtangin të trembur. Muji nuk e zgjat shumë. Prof më këmbë shpatës veshur. Kreshtua prapset, po shpata e mujit e arrin dhe shtrin për dhe zëri I tij bubullin. Ja, kështu lahet fyerja e varrit të vëllait. Sa të mbyllësh e të hapësh syt, Gjeto Bashomuji u hidhet shpatës veshur shokëve të Kreshto Kapedanit. Të 30 trimat e jutbinës dalin nga prita, I sulen armikut, vrasin me topuz, presin me shpat, zen rob e s'len të kthehet asnjë në shtëpi në krali. Pastaj, muji me shok zbret në jutbin dhe që atëhere, kur kush nuk guxon më të prek varrin tek pren eshtrat e Sokol Halilit. Atë re era e shiu, e re bora e breshëri, bubullima e rufeja, po Sokol Halili është mësuar me këto të gjitha që kur ishte gjallë e nuk ju tutet. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.